NATO ka nisur shërbetjen e përvitshme për të praktikuar mbrojtjen e territorit të aleancës me armë bërthamore. Në sfondin e frikës së shpërtimit të një konflikti të mundshëm me Rusin, manovrat e saj tani po marrin një vëmendje krejt tjetër. Rreth 2000 pjesëtar të personelit do të përfshihen në shërbetjet e pagzuara me emrin Steadfast Noon, të cilat do të zhvillohen për gjatë 2 javëve. Gati 70 avion do të angazhohen për këtë qëllim, përfshirë avion luftarak gjerman, të cilët janë të aftë të transportojnë bombat bërthamore amerikane të stacionuara në Europë. Manovrat e këtij viti pritet të zhvillohen kryesisht në hapësirën ajrore mbi detin e Veriut. NATO sot se forcat armatoshura gjermane kanë ofruar 3 avion Tornado, që kanë aftësinë të lëshojnë bombat atomike të SHBA-s, si dhe 4 Eurofighter për shërbitje. Aleanca insistoi të tregonte se këto janë manovra rutinë dhe jo një përgjigje ndaj shkeljeve të fundit të hapësirave ajrore dhe provokimeve të tjera të bëra nga Rusia. Megjithatë, nëse Elbato duket se synojnë në të njëjtën kohë, ti përcjellin Moskës edhe një mesazh të qartë se nëse do të jetë nevojshme, NATO-ja është e përgatitur të mbrojë veten edhe me armë nukleare. Armët bërthamore amerikane nuk dihet se ku janë të vendosura në Europë. Megjithatë ka pasur raportime se armë të tilla me gjas mund të gjenden në veri të Italisë, në Belgjik, Holandë dhe Gjermani.